Protesta e përditshme përpara godinës së kryeministrisë në Tiranë ka vijuar edhe këtë mbrëmje, duke mbledhur qytetarë nga shtresa të ndryshme. Protestuesit janë shprehur kundër qeverisë aktuale, duke kërkuar dorëheqjen e kryeministrit Rama dhe ngritjen e një qeverie teknike që sipas tyre do të garantonte zgjedhje të lira dhe të ndershme. Protesta konsiderohet si kulmi i mobilizimit qytetar pas mbi 3 javë demonstrata të pandërprera. Gjatë ubimit janë dëgjuar thirrje me pankarta që kërkojnë ndryshime të thella politike, si dhe adresimin e problemeve që lidhen me ekonominë, korrupsionin dhe standardet e jetës. Revolta ka tejkaluar tashmë kauzën fillestare dhe është ndruar në një lëvizje më të gjerë kundër korrupsionit, keqeverisjes, mungesës së llogaridhënies dhe largimit masiv të rinjve nga vendi. Organizatorët dhe pjesëmarrësit kanë deklaruar se protesta do të vijojë çdo ditë deri në plotësimin e kërkesave të tyre. Nga ana tjetër, situata është monitoruar nga forcat e rendit, të cilat kanë qenë pranishme për të garantuar mbarvajtjen e protestës dhe shmangjen e incidenteve. Protesta para kryeministrisë vijon prej javësh, duke e kthyer në një nga zhvillimet më të qëndrueshme të skenës politike dhe sociale në vend.